prej kohëve, për shembull kur ka qenë ylli që ka dalë me trofe të Superligës në 2021 dhe në 2022, unë shumë menoj që ma shumë ka pas dashni për basketbolin se sa për futbolin. Korrigjom nëse jam gabim, po... Thonë drejtën, pak më vjen shtira me fol për këtë pjesë, unë përpos që jam basketbolist i yllit, jam edhe tifoz i Ballkonit. Edhe ma mërmenja që sidomos ekipin e basketbolit, do me thonë edhe ekipin e futbolit në Soarek, ma mërmenja që e dojmë gjithë qyteti edhe kanë përkrajen e gjithë qytetit të dyja ekipet. Kur vjen momenti me shku në stadion ose në palestër, unë mendoj që... sidomos, edhe unë kisha thonë që ka play-offi edhe ato vitet ku kemi pas sukses, ku kemi lujt finale, ku ta dione, ma mërmenja që kemi arrit si ekipi basketbolit me pas ma shumë tifoz ndoshta në ato ndeshje vendimtare se sa që ka pas futbolli, edhe pse edhe Ballkoni kur ka pas ato sukseset në Evropë, shembull, kanë ditë me mush edhe stadiumin Ballkoni është një prej ekipeve më të suksesshme tona. Po folëm më herët për infrastrukturën, ma mërmenja që edhe na si ekipi basketbollit edhe Ballkoni si ekipi futbollit i kem te kalu kushtet që për momentin na japin palestra, trama qeshore dhe stadiumi.